Kështu rikëthyet, po, edhe të verdat e vezve që kemi në tryez që po i rajmë tani për recetën, që kishin përmbajtje të tyre kolinën, do të përzgjidheshin si një prej 10 ushqimeve më të shëndetshme. Edhe shumë të tjera që i ndoqëm tek inserti, dhe që bën mirë që çdo familje të integroj të ketë përfshira në regjimin ushqimor. Me pitet mbaruam. Tani, përgatisim recetën tonë të tretë. Do na duhen 4 vezë ovital të madhësive të ndryshme, mesatare apo large, të kuqet apo të bardhat, për të ndërtuar këtë recet. Shohim së bashku njëherë produktet, çfarë na nevojite, sa bëhemi gati edhe me produktet shoqëruese, vezë me kunguj dhe domate. Për këtë recet ju duhen 5 apo 6 vezë, 4 kunguj, 4 domate, 2 thelpin hudhër, 60 gram gjalp, 4 lugë vaj ulliri, një degëz borzilok, krip dhe piper i zi. Edhe kjo një recet e thjeshtë, vere, shumë pak minuta ju merr për ta përgatitur, kështu që ndjekim hap pas hapi tani se si ajo gatuhet. Kungujt e pre në kubik. Vëm gjalpin që të shkri. Vezët gatuen dhe marrin më shumë shije kur gatuen me gjalp. Shumë pak vaj që të mos digjet gjalpi. Vezë kam shtuar kripën, piperin. Hudra po prap e njëjta gjë. Të tillë, pa e shqipur fare. Do shtoj kungujt në fillim. Bashkë me thelpit e hudrës, ashtu siç i kam. E lëm I vë të zbuten. Derisa të marrin atë zbutjen e duhur, nuk ka problem se domatja është e butë. Tomatet hahen tani në verë, si pomodorët, ashtu edhe domatet e tjera, varietetet e ndryshme, zemërkau apo rozët apo domatet e tjera. Janë disa lloje varietetesh, ato që nuk marrin shumë ngjyrë, po që brenda nuk duken me ngjyrë të kuqe jashtë, po janë brenda shumë të mira. Kështu që janë tani të stinës të sezonit, ende ndoshta të fushës, por i zgjodha të vogël, i zgjodha këto që janë pomodor, sepse ka një shije ekstra, kanë më të veçantë shijen. E kanë më të ëmbël, normalisht vjen se ajo frutit. Po. Prandaj dhe i shkon shumë mirë vezës së fërmuar, sepse do ikin vezë fërmuar, e skuqur, bashkë me kungujt. E diti që kur konsumon, siç themi ne që karrota shumë e mirë për të marrë ngjyrë, se janë disa ushqime që na ndihmojnë për të marrë ngjyrë të bukur në plazh. Përveç karrotave, një prej ushqimeve ishin dhe domatet. Për personat që konsumojnë shumë domate, marrin më shumë ngjyrë në plazh. Kështu në përditshmëri. Në ngjyrë në përditshmëri duhet ta hash për përditshmërinë time. E mos e jam si kështu. Shiko, antioksidantët janë ato që na bëjnë të kemi dhe një ngjyrë dhe një lëkurë të lëmuar, të ndritshme, me kalimin e moshës sigurisht që paksohet edhe elasticiteti dhe kolagjeni, kështu që me shumë antioksidant, fruta pylli, ushqimet të cilat kanë ngjyrë të kuqe, janë shumë të mira për këtë ngjyrën e së jashtëmi, po që vjen nga brenda, si themi ne. Siç konsumon ti nga brenda, ashtu je dhe jashtë. Kështu, zbutën kungujt, edhe kungujt e skuqur tani në verë shkojnë shumë atë kosin. Krip i piper të zi, tip taratori. I përzi e pak sa, derisa të më marrin pak ose fare ngjyrë. Kam edhe domatet edhe
Pra kemi para përgatitur, kungujt i kemi zbutur, domatet i kemi coptuar në dysh, domatet pomodor, dhe kemi rau 4 vezë. Çfarë aromi që lëshojnë kungujt. Le të marrë një lugë. Edhe një tas. Kam edhe pak zgjallë, që do ta përdor. Le të di, janë gati besoj, janë tas që ti thesh. Pra, në tigan me pak gjalp dhe pak vaj, kemi vendosur kungujt dhe hudhrat. I shkon shumë borziloku, nga shumë bimët aromatike, borziloku është që i shkon më tepër. Më pas e kam thënë që dikush nuk e përdor borziloku nga pjesëtarët e familjes, që andej o këte dhe përdorin të tjera. Po, binjake e kësaj është borziloku. E lë dhe pak sa. Dhe shtoj Shtojmë vezën tani, që të sikur po e skuqim. Dhe kur themi të thërmuar, do të thotë nuk do ta bëjmë si sy. thjesht E para nuk është si sy sepse është punuar, është shpërbër. Pra, e lëm të bëhet. I bashkojmë me njëra tjetrën. Kemi drejt përfundimit të recetës, një vezë të skuqur bashkë me ungujt dhe në fund fare do t'i shtojmë pomodorët sa ato të ngrohen pak në ato aromat vajin e ngrohtë me perimet e tjera. Shifenia në këtë formë, në copza. Kur thamë që në çdo vak të kemi proteina, mund t'jetë një vak mëngjesi, mund t'jetë një vak dreke, mund t'jetë një vak darke. Ja, duhet tjetë, punohet, soptohet një kohësisht, direkt. Shtoj kungujt. Shiko pra, del veza e formuar. Çdo punë nuk kërkoni t'jeni në gjumë, çdo punë. Sidomos gatimi, nëse gatimin t'je me lau, normalisht ajo gatim t'ka dalë qullë. Do të temë, do dhe nervë. Ne kemi rritur në fund. Shiko, si fillon e del këtu, do të shtoj domatet. Dhe e sjellim këtu afër, në qënë se ikin fluturuan dhe minutat. Kemi gatuar, si që thamë, një përmbledhje, pite me panxar, pul me speca. Shoqërohemi për t'ja treguar pamjet e secilës recet, derisa Albana të vendosi tiganin aty. Pra, pul me speca. Pitet i ndoqëm, pitet me panxar, pula me ngjyra me speca me domate, pomodorini gjithashtu. E lëm këtu të mbuluar dhe veza me kungulleshkat. Dhe me domate. Të lumshin duart. Faleminderit. Ne ju përshëndesim nga kuzhina, shihemi pas pak me rezën ton. Faleminderit.